Edi Rama ka marrë urime thuajse nga Pjepëri në Itali, nga Orbani në Ungari, nga Zanzibari, Mogadishu, po nga Washingtoni. Përse kjo heshtje? A mos po përsëritet ajo që ndodhi në 96-ën me këtë fitorie të çmendur të Ramës? Do të kem përgjigjen nga zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Duke qenë i atashuar tek qendra medias huaj, me dy qendrat në New York dhe në Washington, pra qendrat medias huaj pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, të paktën një herë në muaj ose dy herë në muaj kemi të drejtë të pyesim zyrën e zëdhënëses Departamentit Amerikan të Shtetit dhe në përgjithësi janë përgjigjur. Përgjigjet shpesh janë off records, pra që nuk mund t'i bësh publike, kurse këtë radhë kam pyetur për heshtjen e Departamentit Amerikan të Shtetit ndaj zgjedhjeve, duke thënë që ka akuza për vjedhje, manipulime, presione dhe përdorim masiv të administratës. Ditën e parë nuk kanë përgjigjur. Të dytën gjithashtu. Jam detyruar përsëri të drejtohem zyrtarisht si Focus TV përse kjo heshtje. Sepse mbaj mend kur ishte Jurikime, mbani mend si vraponte, si ururinte, uronte Ramën pa dalë rezultati zgjedhjeve, dhe Departamenti Amerikan i Shtetit më ka kthyer përgjigje zyrtare. Ne jemi të vetëdijshëm për akuzat për parregullsi në ditën e zgjedhjeve. Çdo qytetar duhet të jetë i lirë të ushtrojë votën e tij pa intimidim dhe në përputhje me ligjet shqiptare. Pra, Departamenti Amerikan i Shtetit është ndjeni me parregullsitë e zgjedhjeve në Shqipëri. Jam krenar që modestisht e kam çuar këtë shqetësim deri në zyrën e zëdhënëses të Departamentit Amerikan të Shtetit. Është një zonjë e nderuar ish gazetare Fox News, dhe përgjigja është diplomatike kur thuhet që çdo qytetar duhet të jetë i lirë të ushtrojë votën pa intimidim. Diplomatikisht është që nuk ka kryer vota e lirë, por ka patur intimidim nga administrata. Gjithashtu, ka përmendur dhe përputhje me ligjin shqiptar. Çdo njeri që ka bërë të paktën aritmetik e kupton që kur ti je 52% dhe merr 83 vota, something fishy, quhet këtu në Amerikë. Diçka që nuk shkon. Dhe kur ju kam thënë disa herë që Berisha ishte i zgjuar, edhe pse mund të ketë paguar miliona me Laçivitën, Paul Manaforten dhe njerëzit e tij, sepse do të ketë akses potencialisht mbas zgjedhjeve në Shqipëri. Natyrisht që departamenti mund ta thellojë qëndrimin e tij. Unë kam parasysh kontaktet që kam pasur dhe si diplomat, se si evoluojnë. Por ky departament i shtetit i Rubios nuk është si departamenti Amerikan i Shtetit i Blinken. Natyrisht nuk dua që të rris shpresa të pabaza, por ju dhash me fakt qëndrimin e tyre, pra që janë në dieni të parregullsive, të intimidimit, dhe fakti që nuk e kanë uruar Ramën tregon që kanë rezerva. Natyrisht që një autokrat i cili cilësohet nga Laçivita si qeveria e drogës e Ramës, ose shteti narkotrafik i Ramës nga mediat e djathta amerikane, nuk mund ta blej kaq lehtë heshtjen, edhe pse ka investuar me falje miliarde dollarësh tek Kushner, i cili ka psuar një gaf të madhe në Beograd, por nuk mund të blihet doni madh as me 6 milion, as me një sazan. Por i takon shqiptar-amerikanëve, modestisht si unë, lobistë të tjerë, ta bëjmë çështjen prezente në Kongres, në Senat, deri në Shtëpinë e Bardhë. Shqiptar-amerikanët e kanë fuqinë financiare,
nuk do të marrin përsipër, them unë, të mbrojmë asnjë figurë politike, por të shpëtojmë vendin nga një sistem zgjedhor vjedhës, manipulues, që i mbyll dyert rotacionit dhe largimit dikujt që ka 12 vjet që e mban peng nga të vend. Në komentin tim të fundit thash që nëse vota është reale, do të ul kokën para votuesve shqiptar amerikan. Do të pranojmë fitoren. Fundi fundit janë votuesit që vendosin, por kur lexon votat, shikon që Rama ka rënë rreth 40-50.000 vota më pak se hera parë, por merr 12 deputet më shumë. Kjo është vjedhja. Partia Demokratike ka rënë rreth 200.000 deri në 250.000 vota pa folur për diasporën. Ato vota kanë shkuar, janë kafshuar nga Shejaj, paksa nga Basha, me sa duket edhe Lapaj aty ka marrë më shumë. Pra partitë e vogla, dashje pa dashje, kanë kontribuar vjedhjet e 12 mandateve të Ramës. Ideja që do të hymë në BE, ose që BE-ja po mbështet dhe po uron Ramën, nuk ka në një efekt se këthe e kam provuar në 96-ën. Kur qeveria gjermane thoshte haptas që zgjedhjet ishin ndershme nuk u vodhen, por ishin grupet marksiste të Odirit që bën ato raporte. Si do t'jenë raportet e Odirit, do të pres. Por ju premtoj që në vijshmëri do të vazhdoj të trysnin time në Departamentin Amerikan të Shtetit, do të shkoj dhe fizikisht në briefing që ato realizojnë për të sjellë zërin e dikujt i cili shqetësohet për të ardhmen e atë dheu ti, edhe pse jam shqiptar amerikan, pra me 2 dhe, edhe pse jam i plotësuar më shumë këtu se sa në vendin tim, edhe pse kam qenë i detyruar të largohem nga vendim kur në pushtet ishte krau, që unë e quaja timin krau i djathtë. Megjithatë, e kam thënë, do të vazhdoj gjithmonë të jem një zë, jo i shitur, as i bler, dhe jo them që fri mbi një vit edhe në disa kanale shqiptare. Por këtu në Focus TV jam për natë dhe falenderoj shikuesit e shumë në Amerikë, në Kanada dhe në Europë, që duke në respektuar, na obligojnë të jemi më sakrifikues, më të vërtet, për të dhënë realitetin si që është. Natyrisht është thotë Bill O'Reilly, mentori i Focusit, njerëzit besojnë atë që duan besojnë. Por kur ju them që nga departamenti nuk ka më ulurima urimesh si urikim, kjo është diçka që tregon që edhe Ramën këta nuk e duan. Kur ju kam thënë që kanë dilit të ishuar, kam pasur parasysh se janë 2 dosje që janë masive të tij. Dosja e fotos me Obamën, ku ai shpëtoi se nuk hyri fizikisht të takimi se dhe ishte krim federal, nuk është mbyllur për Ramën. Ndaj shqiptarit fisnik nuk ka pasur dënim e burg që ka realizuar këtë ftesë. Këtë e di personalisht. Dhe dosja masive me Ganigal përsëri nuk është mbyllur për Ramën. Mund të jetë mbyllur për Meganigal me Pazar, por dosja aty është. I takon shqiptarëve lobit duke i bërë thirrje Diguardit, i cili në moshë të shkuar që njeh ato korridore, dhe unë shpresoj në një hearing në Senat. Si në vitin 1991, kur pata ardhur Berisha, Hajdari dhe Kadare, dhe amerikanët mbajtën një qëndrim dhe mbas një viti dihet se si shkoi rezultati. Nuk mund të pranosh në Ballkan ose në Europë një rezultat që nuk ngjason me vendet e tjera të Europës. Pjepri në Itali 31%. Gjermani, cili, thank you, nuk e ka uruar Ramën, deri tani kur unë po flas këtu, gjithashtu 30-33. Partia e punës britanike dihet që ka zemër marksiste dhe nuk më shqetëson që vrapon për të uruar Ramën, sepse janë hijet e Tony Blair, ati grabitësi të madh milionave dollar dhe arkitektit bashkë me Ramën për trojet e veriut të Kosovës. Por media nuk du të besuar vetëm jo tek ju, sepse kontrollohet nga djekësit, mafiozët, Rama, edhe këtu në Amerikë.
media e majtë është e turpshme. Muajin e kaluar, lidhur me Musk, 96% e medias amerikane e shan dhe e urren e portretizon si monster. Çfarë ka bërë Musk? Ka bërë revolucion me Starlinkun, revolucion me makinat elektrike, revolucion sepse hapëm median sociale, është e lirë, por e urrejnë, nuk e duan. E majta, kështu është dhe në Shqipëri, e urrejnë Berisha. Me propagandën e tyre arritën ta bëjnë si një monster të votuesi që më mirë të ri ky i lidhur me krimin, i lidhur me Vučić, me serbët, por të mos vijë ai. Ndarja, dasit, verijuk, të turpshme, që diku Rama me të tjerë që hiqen si opinionistë të mëdhenj, i frynin këtij zjarri tek New York Times 1997, në 97. Dhe këtu media ka një urrëtie të madhe për Donald Trump. E shikon kudo. Kanë filluar të pranojnë që Bideni ka qenë jashtë loje tërësisht, mendrisht, nga ana kognitive, por thonë tani që të njëjtën gjë vuan presidenti Trump, i cili ka qenë në Katar. Natyrisht Katarin në 2016 e ka konsideruar si shtet terrorist, edhe sot e shikon si aleat. Katari ka lidhje shumë të mira me Iranin, me Hamasin. I kanë dhuruar një avion presidencial $400 milion. Nga ana etike është skandaloze. Dilli është aprovuar nga prokuroria e përgjithshme Bondi. Media thotë që Bondi, përpara se të vinte këtë detyrë, është ka punuar si lobiste për Katarin me $115,000 në muaj. Pra kudo, problemet janë të shumta dhe media vazhdon të jetë ndarë, të krijojë këtë urrëtie ndaj Trump, i cili deri tani në ekonomi po shkon mirë, inflacioni 2.5, janë krijuar vende pune mbi 177.000, është vulosur kufiri i jugut. Por Trump është atipik. Trump mund të bëjë çdo gjë. Drejtori i FBI, Kashif Patel, ka shtat vajtje në Las Vegas me avionin e FBI, sepse aty ka rezidencën, ka shkuar 3 herë te dashur në Nashville me avion, ka shkuar 2-3 herë për të parë ndeshjen NBA. Ka shumë mundësi Trump ta largojë nga ai post, mbas edhe me Don Boginën, për faktin e thjeshtë se ka 110 ditë që s'ka bërë asgjë me urdhrin ekzekutiv të tij për dosjen me Ganigal. Në darkë do të kemi emisionin në plot, do të kemi Bill O'Reilly, çfarë mendon ai për vizitën e Donit, Cezarit Madh, dhe diçka nga arkivat e çka ndodhur në maj. Dhe njëherë kujtoj që Departamenti Amerikan i Shtetit është në ndjenjë për parregullsitë e zgjedhjeve. Uroj, shpresoj një hearing për të ndaluar këlyshën e Soros, siç e cilësonte Laçevita, për t'i hapur rrugë të rinjve, të qendrës djathtë dhe atyre që nuk duan hijet e Ramiz Alis dhe të Nexhmia Hoxhës si Rama. Ku do në Shqipëri?